GE Investment SHPK vazhdon të mbetet një nga subjektet më të pazakonta në tregun e ndërtimit. Bilancet financiare nuk pasqyrojnë asnjë aftësi reale për investime, ndërsa lejet e marra janë ndër më të mëdhat në vend. Në dy shkrimet e para u dokumentuan dy linja kryesore, familja Shabani dhe rjeti i Gledis Çelos. Në këtë fazë hetimi shtrihet drejt ndërhyrjeve në procesin e lejeve dhe drejt verifikimeve të nisura nga institucionet e drejtësisë. Burimet të pamfletit konfirmojnë se projektet e GE Investment kanë hyrë në vëmendjen e prokurorëve të SPAK dhe të agjentëve të BKH-s. Strukturat e posaçme po analizojnë skemën e financimit të projekteve, kalimin e lejeve ndërtimore, përputhjen e dokumenteve fiskale dhe lidhjet e individëve të përfshirë. Kjo procedurë ndjek sinjalizimet e para që lidhen me mospërputhjen mes kapaciteteve të deklaruara dhe vëllimit të investimeve që kompania ka marrë përsipër. Në terren shfaqet një element i ri. Një biznesmen me ndikim të lartë në sektorin e lejeve të ndërtimit ka ndërhyrë për të siguruar lejet e GE Investment. Burime nga administrata dhe nga tregu i ndërtimit konfirmojnë se ky individ ka përdorur autoritetin e tij për të shtyrë proceset që i hapën rrugë miratimit të projekteve në Tiranë dhe Vlorë. Ndërhyrja e tij vendos një nyje të re në strukturën e rrjetit që mbështet GE Investment. Paralelisht në të njëjtin ekosistem biznesi, shfaqen individ të përmendur në dosjen e SPAK për skemën e inceneratorëve. Dokumentet e hetimit përmendin transaksione dhe bashkëpunime që lidhen me Otium SHPK dhe rrjetin e agjensive imobiliare ku operojnë administratorë të Core SHPK, kompania tjetër e Gledis Çelos. A ekziston ndonjë mbivendosje mes kapitaleve të hetuara nga SPAK në aferat publike dhe financimit të projekteve shumë milionëshe të GE Investment? Lidhjet e Gledis Çelos mbeten thelbësore në këtë hetim. Çela është ortak në G3 Group SHPK për krah Gurten Papulit dhe Olger Priftit. Ky i fundit është kunati i Blendi Klosit dhe njihet në tregun e ndërtimit si personi më i afërt i një biznesmeni që ka kontroll të lartë mbi zinxhirin e lejeve dhe pronave në të gjithë vendin. Kjo lidhje e fut GE Investment në një rreth me akses direkt tek vendimarrja urbane, gjë që forcon dyshimet se lejet e marra nuk burojnë nga kapaciteti i kompanisë, por nga ndërhyrjet e këtij rrjeti.